Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do keni mundësinë të ndiqni. Turizmi me rulota po fiton gjithnjë më shumë terren nëpërmjet. Të huaj nga vende të ndryshëm të Europës po zgjedhin kampingjet pranë lumit Vjosa për të kaluar pushimet mes natyrës dhe qetësisë. Operatorët turistik thonë se ka një rritje të interesit për këtë formë udhëtimi, duke e kthyer zonën në një destinacion të preferuar për adhuruesit e autokampeve. Në kuadër të sezonit turistik 2026, Bashkia Saran ka marrë një sër masash për përgatitjen e plazheve dhe garantimin e sigurisë së pushuesve. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike Joli Odine, janë rehabilituar plazhet publike dhe është bërë ndarja e tyre nga plazhet private. Gjithashtu të gjitha plazhet janë pajisur me roje bregdetare për të parandaluar incidentet dhe për të ofruar më shumë siguri gjatë sezonit veror. Ky vit shkollor në shkollën profesionale Antoni Athanas në Sarandë u dallua për risit në mësimdhënie, veçanërisht me futjen e sistemit dual në kualifikimet kuzhinë dhe menaxhimi i strukturave akomoduese. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, ky ishte një vit i suksesshëm pasi bashkëpunimi me bizneset e sektorit hoteleri turizmit u ka ofruar nxënësve më shumë mundësi për praktik dhe formim profesional. Muzika, emocionet dhe talenti i fëmijëve u bën pjesë e një mbrëmje të veçantë në Gjirokastër. Në përmbyllje të vitit shkollor, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi organizoi koncertin Një botë me këngë, ku 33 fëmijë interpretuan live 33 këngë personale. Ju njohim tani më gjërësisht. Turizmi me rulota po fitojnë gjithnjë më shumë terren nëpërmjet. Të huaj nga vende të ndryshme të Europës po zgjedhin kampingjet pranë lumit Vjosa për të kaluar pushimet mes natyrës dhe qetësisë. Operatorët turistik thonë se ka një rritje të interesit për këtë formë udhëtimi, duke e kthyer zonën në një destinacion të preferuar për adhuruesit e autokampeve. Turizmi me autokampe po fiton gjithnjë më shumë popularitet në Shqipëri, veçanërisht mes turistëve të huaj që zgjedhin të eksplorojnë vendin në mënyrë të pavarur. Samueli nga Holanda është një prej tyre, pasi ka vizituar shumë vende të botës. Këtë herë ai ka zgjedhur Përmetin. Prej disa ditësh po qëndron në një kamping, buz lumit Vjosa, duke shijuar natyrën dhe qetësinë që të ofron zona. Kam vizituar vende të ndryshme të botës, por këtë herë vendosa të vizitoj Shqipërinë. Nga rrjetet sociale kisha mësuar për këtë vend, po kënaqem shumë këtu. Lumenjt, natyra, njerëzit, gjithçka është në harmoni me njëra tjetrën. Do të qëndroj edhe disa ditë dhe besoj se do të kthehem sërish, sepse është shumë bukur këtu. Operatorët turistik thonë se interesi për këtë lloj turizmi është në rritje. Dona Tabaku, administratore një prej kampingjeve në Përmet, thekson se vitet e fundit është shtuar numri turistëve të huaj që vizitojnë zonën me rulota. Interesi të huajve për kampingje është në rritje, sepse natyra na e ofron këtë gjë. Kemi diellin, kemi malet, kemi lumenj, kemi natyrë të mrekullueshme në Shqipëri. Dhe gjë që ndoshta në vendet e tjera ka ndryshuar kjo gjë, por në Shqipëri vazhdon, është goxha natyrë. Gjë që njerëzve u intereson dhe u pëlqen kjo gjë. Ka që qëndrojnë vetëm një ditë, që janë Kalimthi, ndoshta destinacioni i radhës është Greqia, ose ndoshta Korça, por ka dhe të tjerë që zgjedhin të qëndrojnë me ditë me radhë, ndoshta një javë, ndoshta edhe 10 ditë, dhe ata vizitojnë qytetet, rrotullnesh, vendet, bëjnë ecje, hiking, lajnë në lumë. Vizitojnë ujërat termale që dhe ato janë të mrekullueshme, kanjonin e Karicës, bëjnë rafting në Vjos. Ka shumë mundësira për të qëndruar më tepër dhe ata e preferojnë këtë gjë. Dhe ndërkohë pëlqen dhe mikpritja shqiptare, gjë që ngelet gjithmonë, unë e dëgjoj gati për ditë, me fjalë që janë të impresuar ata që nuk kanë vizituar më përpara Shqipërinë nga mikpritja shqiptare, dhe ata që rikthehen thotë një arsye nga këto është dhe kjo pjesë. Me peizazhin natyror dhe mundësitë për të qëndruar pranë natyrës, Përmeti dhe Vjosa po kthehen në një destinacion të preferuar për adhuruesit e turizmit me autokampe. Në kuadër të sezonit turistik 2026, Bashkia Saran ka marrë një sër masash për përgatitjen e plazheve dhe garantimin e sigurisë së pushuesve. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike Joli Odine, janë rehabilituar plazhet publike dhe është bërë ndarja e tyre nga plazhet private. Gjithashtu të gjitha plazhet janë pajisur me roje bregdetare për të parandaluar incidente dhe për të ofruar më shumë siguri gjatë sezonit turistik.
Në kuadër të sezonit turistik 2026, Bashkia Sarand ka marrë të gjitha masat e nevojshme për mbarvajtjen e sezonit dhe pritjen e pushuesve. Institucionet përgjegjëse kanë hartuar një plan pune që synon garantimin e kushteve sa më të mira në zonat bregdetare dhe hapësirat publike të qytetit. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike Joli Odine, janë kryer ndërhyrje për rehabilitimin dhe sistemimin e plazheve publike, me qëllim që ato të jenë në funksion të pushuesve gjatë gjithë sezonit veror. Në kuadër të sezonit turistik 2026, nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen sa më mirë të këtij sezoni turistik. Kemi filluar me sistemimin e plazheve publike, me sinjalistik, me rërën, në mënyrë që t'i vendosim në funksion të pushuesve të huaj dhe atyre vendas. Siç e shikoni, ka nisur tashmë plazhi në Sarand dhe në Ksamil. Në bashkëpunim me Agjencinë e Bregdetit dhe strukturat e tjera janë marrë gjitha masat për ndarjen e plazheve private dhe sistemimin sigurisht të plazheve publike, pasi siç e dini në çdo plazh privat ka dhe një hapësirë që është publike, përveç plazheve publike që janë tashmë të njohura për Sarandën. Janë marrë gjitha masat në bashkëpunim me firmën e pastrimit për mbarvajtjen e sezonit dhe për të pasur sa më pastër dhe komode mjediset publike. Një tjetër masë e rëndësishme për sezonin turistik 2026 është garantimi i sigurisë në plazhe. Sipas autoriteteve vendore, të gjitha plazhet janë pajisur me roje bregdetare, të cilët do të monitorojnë vazhdimisht zonat e plazhit për të parandaluar incidentet dhe për të ofruar ndihmë të menjëhershme në rast nevoje. Sigurisht janë marrë gjitha masat në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike për vendosjen e sinjalistikës dhe pajisjen e plazheve publike me roje bregdetare. Roje bregdetare, siç e dini, kanë edhe plazhet private, të cilat në shkojnë një kontratë me Agjencinë e Bregdetit dhe pjesë e kësaj kontrate është sigurisht edhe roja bregdetare. Kështu që unë mendoj që ne tashmë jemi gati për të pritur gjithë pushuesit vendas dhe të huaj. Me këto masa, bashkia synon të garantojë një sezon turistik të sigurt dhe të suksesshëm, duke ofruar pushuesve kushte sa më të mira në plazhet e qytetit. Autoritetet vendore shprehen se puna do të vijojë gjatë gjithë verës për të përmbushur standardet e kërkuara dhe për të ruajtur imazhin e Sarandës si një nga destinacionet më të preferuara turistike në vend. Për të 6-ën herë radhazi një grup i vogël qytetarësh Gjirokastrit u mblodhën në lagjen 18 shtatori në shenjë solidarizimi me protestën e zhvilluar në Tiranë. Edhe pse me një pjesëmarrje të kufizuar, tubimi përcolli mesazhe në mbështetje të kauzave të ngritura nga organizatorët e protestës në kryeqytet. Gjatë fjalimeve të mbajtura, pjesëmarrësit shprehen shqetësime lidhur me çështjet që sipas tyre lidhen me transparencën në vendimarrje, mbrojtjen e interesit publik dhe përgjegjshmërisë së institucioneve. Ata theksuar rëndësinë e reagimit qytetar dhe të përfshirjes së publikut në debate që prekin jetën e përditshme dhe zhvillimet në vend. Në përfundim të tubimit, protestuesit marshuan përgjatë bulevardit 18 shtatori, duke përsëritur thirrje për më shumë llogaridhënie dhe pjesëmarrje qytetare. Protesta u zhvillua pa incidente dhe u mbyll në mënyrë paqësore. Ky vit shkollor në shkollën profesionale Antoni Athanas në Sarand u dallua përgjegjësitë në mësimdhënie, veçanërisht me futjen e sistemit dual në kualifikimet kuzhinë dhe menaxhimin strukturave akomoduese. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, ky ishte një vit i suksesshëm pasi bashkëpunimi me bizneset në sektorin e hoteleri turizmit u ka ofruar nxënësve më shumë mundësi për praktik dhe formim profesional. Viti shkollor 2025-2026 në shkollën profesionale Antoni Athanas në Sarand u karakterizua nga risitë të rëndësishme dhe metoda të reja të mësimdhënies. Një nga zhvillimet më të rëndësishme ishte futja e sistemit dual në 2 kualifikime, kuzhinë dhe menaxhimi i strukturave akomoduese. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, ky ka qenë një vit i suksesshëm për institucionin. Ajo theksoi se bashkëpunimi me bizneset lokale ka dhënë rezultate pozitive, duke krijuar nxënësve mundësi më të mira për përgatitjen profesionale. Viti 2025-2026 ishte një vit që kishte risi në mësimdhënie dhe mënyra të reja të mësimdhënies, siç ishte futja e sistemit dual. Ne sistemin dual këtë vit e kemi futur në 2 kualifikime, në kualifikimin e 3, kuzhinë dual, dhe në kualifikimin e 5, menaxhimin e strukturave akomoduese. Ishte një eksperiencë e re, kishte goxha gjëra avantgard dhe mënyra të reja të komunikimit si me bizneset, me mentorët, me prindrit, me nxënësit. Them se jam kemi ndalë edhe me ndihmën e
projektit SK4 që na ka ndënjur shumë afër, si dhe të drejtorisë sonë me udhëzimet dhe ministrisë me të gjitha udhëzimet e reja që kanë dalë për sistemin dual. Mendoj se që një vit i suksesshëm. Sistemi dual dhe nxësit që morën pjesë në të, mendoj se doli me sukses, kuptohet që ishte si për herë të parë ne jemi të kënaqur dhe në vitet që vjen do ketë një perfeksion të mësimit dhe të kryerjes së sistemit dual. Ne mendojmë që sistemi dual në Sarand është i suksesshëm sepse ne kemi shumë biznese, sidomos në fushën e hoteleri turizmit, të cilat kanë nevojë dhe për të përgatitur specialistë apo profesionalistët e ardhshëm dhe këtë gjë e bëjnë më së miri me duart e tyre duke i marrë nxësit në sistemin dual, duke i përgatitur dhe pastaj duke i mbajtur si punonjës të tyre të specializuar. Duke parë zhvillimin e vrullshëm të turizmit dhe nevojat në rritje të tregut të punës, shkolla ka paraqitur pranë Ministrisë së Arsimit kërkesën për hapjen e 2 degëve të reja profesionale. Duke qenë se zhvillimi i turizmit kërkon dhe zhvillimin e industrisë së lehtë, edhe zhvillimin e shumë në ndërmarrjeve të tjera apo bizneseve të tjera të cilat ecin paralel me degën e turizmit, ne dhe duke bërë edhe anketime në për biznese dhe partnerët e shkollës, të cilët janë të shumtë, kemi rreth 116 partnerë, të cilët ne në për tryeza të rrumbullakta bëjmë dhe anketimin dhe të nevojave të tyre. Mendojmë dhe kemi kërkuar në ministri hapjen e degës teknologjisë ushqimore, cila do jetë në ndihmë të industrisë së lehtë që është si prapavi e turizmit, sepse hapja e shumë kandinave, fabrikave, punishteve të reja kërkon të ketë tani dhe me ligj kërkon të ketë një teknolog. Dhe mendoj se ka goxha kërkesa nga bizneset për teknolog ushqimor. Dhe ne mendojmë që kjo është një degë e bukur, shumë e pëlqyer besoj dhe nga vajzat, që dalin laborante apo teknologe, apo më lart pastaj vazhdojnë për inxhinier teknolog, por edhe të degës së logjistikës, e cila do jetë në ndihmë të gjithë ndërmarrjeve të mëdha, supermarketeve apo ndërmarrjeve shtetërore që duhet një shef logjistike. Dhe kjo do jetë e gjitha sistem dual, vetëm vitin e parë nxësit do të jenë në shkollë, kurse në 3 vitet e tjera nxësit do të jenë në sistem dual, të punësuar në biznes. Këto programe të reja pritet të ofrojnë të rinjve më shumë mundësi për arsimim dhe punësim në sektorët më të kërkuar të ekonomisë lokale. Sipas drejtuesve të shkollës, degët e reja synojnë të përmbushin kërkesat e tregut dhe të mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajon. Pas 50 vitesh, bankat e gjimnasit Asim Zeneli u mbushën sërish me emocione dhe kujtime. Maturantët e vitit 1976 u rikthyen aty ku nisi rrugëtimi i tyre i jetës, mes lotësh gëzimi, përqafimesh dhe nostalgjie për vitet e rinis që i bashkon ende sot. Një takim që rikthen kohën pas dhe kujtimet më të bukura të një brezi. 5 dekada pasi u ndan nga bankat e shkollës, maturantët e vitit 1976 të gjimnazit Asim Zeneli u rikthyen aty ku nisi një nga kapitujt më të bukur të jetës së tyre, në të njëjtat korridore dhe klasa, kur dikur ndanin ëndrat, sfidat dhe shpresat e rinis. Ata u takuan sërish, këtë herë me flokë të thinjura, por me të njëjtin entuziazëm dhe emocion si dikur. Takimi u shndërrua në një udhëtim të paharrueshëm në kohë, përqafime të ngrohta, lot gëzimi dhe kujtime të ruajtura ndër vite, rikthyen atmosferën e një brezi që vazhdon të konsideroj periudhën e gjimnazit si vitet më të arta të jetës së tyre. Ka vite që diskutohet midis nesh. Mirë po ja tani u poqen kushtet që të mblidhemi përsëri një pjesë jo e madhe e klasës, sepse ky ndryshimi i sistemit ka sjellë plot probleme, emigracionin në radhë parë, e pastaj shpërndarja brenda në Shqipëri. Po kemi dhe shok që nuk i kemi më midis nesh, po gjithsesi më në fund mendoj që realizuam. U mlodhëm jo të gjithë, po i kemi të gjithë, i kemi midis nesh, i kemi në zëmër, edhe do t'i kujtojmë dhe do vazhdojmë të takojmë, sepse në fund të jetës, me sa duket ndjenja të rritet më shumë dhe do të takojmë jo një herë në kaq vjet, po të paktën një herë në vit. Kur takohesh mbas 50 vjetësh me shokët dhe shoqet, janë shumë të mëdha. Por me këta që takohemi në qik më dëndur, sigurisht i ruajmë kujtimet, i ringjallim gëzimet, emocionet, të mirat dhe të këqijat. Po gjithsesi, kur kalon një periudhë 50 vjeçare,
dhe shikon transformimin e vetes të shokëve, është emocion vërtet shumë i madh. Koha është e tillë që ndofta nuk takohesh dot, por në rrjetet gjithmonë thonim kur do vini në Gjirokastër të takohemi ose kur do vini ju në Tiranë për mua të takohemi. Me krenari, ata kujtuan se kjo matur kanë nxjerrë figura që kanë dhënë kontribut të vyer dhe vazhdojnë të kontribojnë në fusha të ndryshme të shoqërisë, duke lënë gjurmët e tyre në profesione dhe komunitet. Unë fatmirësisht merrem edhe sot me nxënësit dhe transformimit e tyre është i dukshëm i krahasuar me brezat tanë 50 vjet më parë, të bën që të mendosh që edhe të shpresosh që kjo do të ndodhë në të ardhmen nëse zvogëlohet roli i mjeteve sociale. Përveç nxënës shkolle, kam punuar rreth 10 vjet edhe si mësues matematike në shkollën e Simsineli, sa përfundova universitetin, dhe impresionet i kam të jashtëzakonshme sepse më duhet çdo vit të përjetoja këto situata që përjetojmë në sot. Dhe të jetosh me nxënësit do të thotë të ngelesh gjithmonë i ri, sepse e tillë është mosha e tyre, se të ri të mbajnë kujtimet, të mbajnë imazhet atyre viteve, dhe sot që unë takohem me këta, me disa për tyre për shumë vitesh, vërtet më ngjallën kujtimet e atyre viteve. Këto janë vite të paharuara, sidomos mosha e gjimnazit që është mosha më e bukur, i kujtojmë me nostalgji, kemi kujtime, kemi lidhje me shoqërinë, takohemi shpesh, flasim, bëjmë të pak me këto që kemi në Gjirokastër, me të tjerët, me takime tani shqyrës interneti, lidhe me ta. 50 vite më vonë, koha mund të ketë ndryshuar shumë gjëra, por nuk ka mundur të zbej miqësinë, respektin dhe lidhjet e veçanta që i bashkon. Ky takim ishte më shumë se një përvjetor, ishte një festë e kujtimeve, e jetës së ndarë së bashku dhe një brezi që vazhdon të mbajë gjallë vlerat dhe frymen e viteve të rinisë. Muzika, emocionet dhe talenti i fëmijëve u bën pjesë e një mbrëmjeje të veçantë në Gjirokastër. Në përmbyllje të vitit shkollor, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi organizoi koncertin Një botë me këngë, ku 33 fëmijë interpretuan live 33 këngë personale. Në atmosferën festive të përmbylljes së vitit shkollor, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi në Gjirokastër solli për publikun koncert Një botë me këngë, një mbrëmje e mbushur me emocione, muzikë dhe ngjyra, ku talenti i fëmijëve u ngjit në skenë për të përcjellë mesazhe gëzimi dhe krijimtarie. 33 fëmijë performuan live 33 këngë personale, duke dëshmuar pasionin e tyre për muzikën dhe rezultatet e një pune të gjatë artistike gjatë gjithë vitit. Sot këndova me zogun në Brashok. Kur të rritem dua të bëjmë këngëtare, më pëlqen shumë ky art, dua të këndoj. Kënga për mua do të thotë një art që s'lihet kur. Unë kisha shumë emocione, unë ndjeva shumë mirë dhe do ndjem akoma më mirë. E kam Vivi. Çfarë këndove sot? Ma qok çamare këndova. Kur do rritem dua të bëjmë një këngëtare. Falenderoj Gentian Selfon që më ndihmoi në atë kënaqësinë e mëdha, shpirtin që kisha ai më dha, dili aty kush në jetë, e kam trashëgimi edhe nuk do t'i ndajmë kësaj rrugë. Unë më ndjek ëndër, domethënë dëshirën time në shkollën Fejim Ibrahimi, në atë vit edhe në vazhdim, po bëj të pamundur që dal dikush në jetë që të krenoj edhe prindërit e mi, edhe të tërë ata që më duan. Këtë vit, përveç se këngëtare, jam edhe prezantuese. Falenderoj profesor Gentian Selfon, mësuesin tonë për përkushtimin e madh, me plot dashuri. Është shumë bukur, ndihesh me pak emocione, por nuk është se kam problem të madh se unë jam e mësuar me skenën. Unë këndova këngën Rjedhin mëngjesit dhe si zoj shmecicërima me profesor Gentian Selfon. Unë kam 4 vite me profesor Geno dhe jam mësuar dhe në skena që shpejt dhe po pak emocione kam. Sot unë erdha me këngën Gjirokastra jonë me qytetin tonë. Sapo e mbarova klasën e 2 dhe studioj në shkollën Urani Rumbo. E kam dashur gjithmonë këngën dhe prandaj fillova. Domethënë e disha ta filloja. Këtë vit jam bërë pjesë e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Kompozitori dhe muzikanti Gentian Selfo vlerësoi nivelin artistik të fëmijëve, për kushtimin e tyre në skenë dhe punën e palodhur të mësuesve që kanë kontribuar në formimin e tyre.
Prak të mbarimit të vitit shkollor të festës të fëmijëve të 1 qershorit, ne organizuam këtë koncert, këtë aktivitet me fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi, në mbështetje të Bashkisë Gjirokastër të Zyrës Vendore Arsimore Rajonale, sepse janë fëmijët e shkollave 9 vjeçare të qytetit. Kemi fëmijë nga mosha 4 vjeç e gjysmë deri në moshën 14 vjeç. Koncerti është i larmishëm, tematika të ndryshme të fëmijëve, të botës së fëmijëve që nuk largohemi kur prej tematikave të tyre. Fëmijët performojnë live dhe kjo është një kënaqësi jashtëzakonisht e imja si mësuesi tyre që jam i përkushtuar të këta, sepse ne superpozimin nuk e kemi përmendur dhe nuk e kemi përdorur kur. Fëmijët gjithmonë performojnë live dhe ashtu shprehet talenti i tyre, shprehet puna e tyre e paloshme bashkë me mësuesin e tyre me mua. Gjatë gjithë një viti ne organizojmë një sër aktivitetesh të ndryshme me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, me këta fëmijët me rastin e festave të 29 nëntorit, me rastin e Krishtlindjeve vit i ri, gjithashtu ne si mesazhe si Kartolinë Urimi përsëllim një videoklip për urimin me rastin e Krishtlindjes së vitit të ri. Sot ju dedikuam me shumë shpirt këtij koncerti, të dinim sa më bukur, të performojmë sa më bukur dhe sot këndojnë dhe performojnë 33 fëmijë me 33 këngë të tyre personale. Me koncertin Një botë me këngë, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi mbylli një tjetër vit të suksesshëm aktivitetesh, duke konfirmuar rolin e saj të rëndësishëm në edukimin artistik dhe promovimin e talenteve të reja në qytetin e Gjirokastrës. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.